Jo ashtu, jo. Bjeri me dacka vetë. Bjeri me dacka, bjeri. Lëre, bol, jo na koka, jo, lëre. Do më fikën ka sharë mu. Kush më shka mua në telefon se kush ka sharë? Kush ka sharë ti? Kush ka sharë? Kush ka sharë? Do vi me ku do vi me tu? Ku do vi me tu? Ku do vi me tu? Kush shau? Maçik Chelsea. Kush shau? Emrin ola kush shau? Por emrin ola s'ka kush. Kush? Zotria ditën e hënë të kësaj jave, datë 17-18, diçka e tillë te videoa që e pash unë, ka hyrë në fshatin në Risëli me makinën e tij tip Ford Kuga gri me xhama të zi. Ka vajtë e lagja ime ku banoja unë me nusën time dhe me dy fëmijët e mi. Edhe është parkuar të makina ime që ka qenë e parkuar sepse unë kam qenë i lëvizur në punë tjetër shofer në makinën e tjetrit. Edhe ka vajtë është parkuar afër makinës time zotria dhe ka ndetur atje. Në moment kur ka parë që ka dalë nusja ime nga shtëpia me fëmijët, ka vajtë, ka kthyer makinën edhe në të kthyer nusja ka tentuar që të hidhet për në asfalti, për në trotuar, zotria i ka frenuar te këmbët me xhama të zinj. Nusja nuk e ka dalluar kush ka qenë brenda në makinë, sepse makina është pus me xhama të zinj, një makinë me qira që e përdorte 20 vjeçari, Edvis Dëmaj, po ka njëjtur targën e makinës, më ka pasuar targën, nuk kanë vajtur në Vlorë pastaj, në lagje, e kanë parë, më kanë thënë shokët e tij dhe miqtë e tij që ka filan makinë. Po ka vajtur tek nusja ime. Edhe është një gjë që ne kemi denoncuar te policia e Vlorës edhe nuk e kanë marrë përbas. E kemi dash, ka vajt nusja me dy fëmijët, me këto, me prova, me kërcënime në telefon, me çdo gjë, edhe denoncimin e dy nënave të 4 fëmijëve nuk e ka marrë njeri për bazë. Ka marrë denoncimin e një njeriu që ku ka ardhe varëzat e Risilis, ulte kofanu e makinës të tij, hapi mallë dhe po pinte viza. Po pinte viza edhe vilte dhe thoshte unë do bëj skandale në për Vlorë, do marrë që të gjithve lek, thoshte. Sepse ishte i pirë neve, prandaj nuk u morëm me ata atë ditë. Dje visi rreth orës 5 i mbasdites ka telefonuar babain time dhe i ka thënë hajde që të rreqim atë denoncimin për djem për këto për shumë. Ka vaj babai ime ka marrur tek shtëpia e tij në Bunavi, e ka çuar me gjithë maman time, domethënë pleq, moshë e madhe, babai 70 e ca vjeç, nëna 60 e ca vjeçe. E ka marrë me makinë, e kanë çuar në Vlorë, ka bler një telefon atje me lekët e tia, me këto i kanë ofruar kafe të gjitha. Gjatë kohës që pristin maman e tij që të vinte mamaja e tij për të tërhequr denoncimin, këta pas kanë bërë denoncim tjetër mamaja që me demek babai ime dhe nëna ime pas kanë ushtruar presion zotrisë në fjalë. Pardje rreth orës 4 i mbasdites më shkruan Brajan Abazaj që është i ndaluar për këtë gjë dhe më thot që më ka thënë visi tha që kërkon t'ju takoj Edvisi. Kemi marrë rrugën me Brajanin, e kam çuar deri në Vlorë, tek rotonda në skele, e kam lënë atje sepse më tha, te iki unë që ta takoj djalin, tha ti them tha që të vi me juve të ulet e të sjaroj muhabetet. Kështu e lam. Shkuam, na therasin pastaj Brajani na shkruaj një mesazh, hajtë se jemi në plazh të vjetër të Vlorës. E din, domethënë është ambient me kamera, me të gjitha i survejuar, me plazhista, me turista, me thënë ishte full me njerëz ku kemi vajt neve atë ditë. E kemi takuar 2 minuta, ka zbritur, ka vjellur sepse ishte i pirë zotria. Edhe nuk dinte çfarë fliste, ishte i pirë, i merreshin mend, binte për sheshi, ka vjellur edhe i marri makinën burazeri im, sepse Brajani nuk ka patent. I kërkon makinën burazeri, i thot që të vim edhe ne mos na hapen probleme, i thot me kështu. Unë nuk kam zbritur fare nga makina ime. Zotria erdhi ndeti tek makina ime.
Nga makina që ndojtëm aty, shkojmë i japim çesa vllajt tim, para kamerave të lokaleve, çdo gjë. I japim çesa vllajt. Hypim te makina ime, ikim neve të parat, ikën vllaja im. Vemi ndalojmë tek varrezat e qytetit të Vlorës. Aty faktohemi me zotrin, domethënë për debatin që kishim për sherin për këto, që kush ishte personi i dytë që na ka shana na telefoni Edvis Dëmës. Që dhe Edvisi beso se ka deklaruar vetë në komisariat me këto gjëra. Nga varrezat e Vlorës së rreth vin dhe ai djali që të rriti Edvisin telefon, e mori telefon, erdhi e ballafaqoi me Edvisin. U shkëputëm në rregull me zotrin, i dham dorën, i tham s'kemi kontradita, jemi dakord, ky zotria po ngatroi një dynja të tërë sepse ishte i pirë, ai po vilte Edvisi aty në atë moment. Shkuam te varrezat e Risilis, kur vam te varrezat e Risilis, domethënë kërkoi zotria që s'ishte nuk ndjej mirë, i bleva një Bravo lëng molle, ja kam bler në një dyqan, edhe ka të vërtetuar zotria që un kam qenë me atë, kam bler Bravon e mollës. Ka të vërtetuar që kemi qenë te benzinatu atë Selimi në qafë, edhe kemi kërkuar 10.000 lekë benzin, edhe mbas benzinës kemi vajt, kemi bler pijet, edhe mbas pijeve kemi vajt te varrezat e Risilis, jemi ulur diku te 15 minuta, kemi diskutuar, ka ardhur babai im, e ka parë djalin që ishte në ikje në moment ikje, tamam, të folur, të qeshur, na dha dorën, na takoi, na tha ikni çuna se muhabetet tona janë mbyllur, tha. I piu dhe lëngun e Bravo, sa atje volli dhe te varrezat e Risilis, biles, atje te vendi ku jemi ulur ne, janë akoma kanaçet edhe moto që kemi ngrënë neve. Edhe me thënë mund të gjim edhe video që neve kemi hyrë më njanë edhe ai ka hyrë më njanë. Neve kemi dalë më njanë edhe ai ka dalë më njanë. Kamerat e lokalit të fshatit që është në qendër të fshatit Risili. Po këto gjëra unë t'i deklaroj edhe me video, domethënë me fytyrë të drejtë për drejtë. Që të t'jap më të detajuara, me orë, me të gjitha, që të arrit të shikoj, me thënë kohën kur jemi takuar, sa kemi ndrit bashkë, si e kemi përcjell, kush na ka parë bashkë. Jo ashtu, jo. Bjeri me dacka vetë. Bjeri me dacka, bjeri. Lëre. Lëre, bol, jo na koka, jo, lëre. Do më fiken Ka sharmur. Kush më shau am telefon se kush ka shaku? Kush ka sharu ti? Kush ka sharu? Kush ka sharu? Do vi me ku do vi me tu? Kush shau? Baçik Chelsea. Kush shau? Emrin ola kush shau? Por emrin ola s'ka kush. Kush?